إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falëndërime dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, I cili na begatoi me të mira të shumta. Salatet, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an: Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Me të vërtet, feja, dini, I vetëm I pranuar, legjitim të Allahu është dini Islam, feja Islame. Dhe tha Allahu subhanahu wa ta'ala: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Unë sot e plotsova fen tuaj. Unë sot e realizova, e plotsova begatin time ndaj juve. Wa raditu lakum al-Islam dina. Dhe unë për juve e kam zgjedh din fe Islamin. Dhe tha Allahu subhanahu wa ta'ala: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ai I cili e mohon tagutin dhe beson në Allahun, ky njeri është kapur për nyjen e pashkëputur. Wallahu samiun alim, Allahu dëgjon dhe shef, subhanahu wa ta'ala. Allahu dëgjon dhe Allahu është I gjithdijshëm. Pra Allahu Gjelle Gjelaluhu në dy ajetet e para ka përmend termin din, fe, dhe në ka potencu neve Allahu subhanahu wa ta'ala se feja, dini I vetëm I pranuar, legjitim te Allahu është dini Islam. Dhe kushdo që vjen me një din tjetër, kushdo që pason, beson ndonjë fe tjetër pos Islamit, prej ti nuk do të pranohet. Tha Allahu në surën Ali Imran: وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ai I cili synon një fe, një din tjetër pos Islamit, prej ti nuk do të pranohet, dhe ai në botën tjetër do të jetë prej të shkatruarve. Pra Allahu xhelle xhelaluhu tregon se vetmja fe e pranuar është Islami, dhe nga ana tjetër gjithçkush që pason apo vjen me një fe tjetër pos Islamit, prej ti nuk do të pranohet, dhe ai është I zhgënjur dhe I devijuar dhe I shkatruar në këtë botë edhe në botën tjetër. Çka do të thonë fjala din? Çka do të thonë fjala fe? Fjala din do të thonë rrugë, do të thonë sistem, do të thonë metodologji. Pra sistemi apo rruga apo metodologjia në bazë të cilës duhet me jetu njerëzit në këtë botë, e vetmja e pranuar të Allahu është sistemi I Allahut, është metodologjia e Allahut, është rruga e Allahut subhanahu wa taala. Ajo është Kur'ani dhe Suneti. Pra sistemi I vetëm në bazë të cilit duhet të jetojnë njerëzit në këtë botë, e I cili është I vetmi I pranuar te Allahu, është sistemi Islam. Është metodologjia islame. Është shpallja e Allahut subhanahu wa taala. Dhe çdo kush që të jetuarit e ti në këtë botë, në të gjitha sferat, e jeton në bazë të një sistemi tjetër, në bazë të një metodologjie tjetër, në bazë të një rrugë tjetër, çfarë do qoftë ajo, si do qoftë që emërtohet ajo, qoftë ajo sistemi demokratik, apo sistemi komunist, apo sistemi I kanuneve të ndryshme në për vendet të ndryshme, çfarë do qoftë ajo, çfarë do qoftë sistemi qoftë ajo, çfarë do qoftë emërtimit pas ai sistem, ajo rrugë dhe metodologji, ajo është e papranuar dhe nuk është legjitime te Allahu. Dhe ata të cilët vinë me këto sisteme dhe I pasojnë këto sisteme dhe ua obligojnë njerëzve pasimin e këtyre sistemeve, të tillët prej të tillëve nuk do të pranohet dhe të tillët do të jenë të shkatruarit edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Në ajetin e tretë që e lexova, thot Allahu subhanahu wa taala: ai I cili e mohon tagutin dhe I beson Allahut, I tilli është kap për litarin dhe nyjen e pashkëputur. Lem fisa me leha, nuk ka shkëputje prej saj. Është nyje e fortë. Është litari I Allahut. Mohimi I tagutit dhe besimi në Allahun është litari I Allahut. Kush kapet për këtë litar, kush kapet për këtë nyje, vetëm ai është I shpëtuar. Vetëm ai është I udhëzuar. Dhe vetëm ai ati I takon xheneti I Allahut subhanahu wa taala, në qoftë se ja dorëzon shpirtin Allah duke qenë I kapur për këtë litar. Tha Allahu në Kur'an: وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Ata të cilët u larguan, e braktisën adhurimin e tagutit, wa anabu ila Allah, dhe I u kthyen Allahut me adhurim, lahumul bushra, për këta njerëz është përgëzimi
fabashshir ibad, përgëzoj pra robërit e mi. Kanë thënë dietarët, ky ajet kuranor, stili i këtij ajetit kuranor është stil kushtor, kushtëzues, mënyra kushtëzuese. Ai i cili i largohet kësaj e meriton tjetrën. Dhe kuptimi i kundërt, ai i cili nuk e praktis mohimin e tagutit, për atë nuk është përgëzimi, dhe për atë nuk ka përgëzim nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Pra Allahu xhelle xhelaluhu i përgëzon kanë robërit e tij të cilët kanë refuzuar adhurimin e tagutit dhe e kanë adhuru vetëm Allahun subhanahu wa taala, vetëm dhe vetëm për ta njerëz është përgëzimi i Allahut, fabashshir ibad, përgëzoni robët e Allahut subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyimi, Allah më shërof. Para kësaj, pra Allahu xhelle xhelaluhu neve si njerëz na ka dhënë kusht. Në qoftë se doni ju me shpëtu, në qoftë se ju e doni xhenetin, në qoftë se ju doni me u largu, me shpëtu prej zjarmit xhenemit, në qoftë se ju e doni kënaqësinë e Allahut, unë kam një kusht. E ky kushti është që mos ta adhuroni dikant tjetër pos Allahut. Pra ta braktisni dhe të distancoheni prej çdo taguti i cili adhurohet pos Allahut subhanahu wa taala. Kjo është kusht. Në qoftë se mungon kushti, mungon e kushtëzuara. Në këtë rast e kushtëzuara është xheneti. Në këtë rast e kushtëzuara është kënaqësia e Allahut. Në këtë rast e kushtëzuara është shpëtimi prej zjarmit xhenemit. Kjo është e kushtëzuar. Cili është kushti? Kushti është mu largu prej tagutit. Kushti është mos me adhuru dikant tjetër pas Allahut subhanahu wa taala. Kush e realizon kushtin e meriton të kushtëzuarën. Kush nuk e realizon kushtin, nuk e meriton të kushtëzuarën. Kjo është kaq e thjeshtë. Nuk ka namaz ai i cili nuk ka abdes. Nuk ka namaz ai i cili nuk ka abdes. Tu kemi kushte. Namazi është i kushtëzuari, abdesi është kushti. Në qoftë se mungon kushti, mungon e kushtëzuara. Në qoftë se mungon abdesi, mungon edhe namazi. Ti mundesh me e fal pa abdes, po nuk pranohet te Allahu subhanahu wa taala. A e kemi qartë? Pra kusht për me shpëtu, kusht për me i thonë vetit i udhëzum, kusht për me i thonë vetit musliman, kusht për me i thonë vetit besimtar, është me u distancu edhe mos me e adhuru tagutin, pra atë i cili adhurohet pos Allahu subhanahu wa taala. U përmend taguti. Çka është taguti? Dikush për dietarëve tha taguti është shejtani, iblisi. Dikush tha taguti është fallxhori, është magjistari. Ibn Qayyimi, Allah më shëroft, shprehet me një definicion për tagutin i cili i përmbledh të gjitha mendimet e dietarëve. Dhe thot, Allahu e më shëroft, thot taguti është kullu ma tejawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Dëgjoni me vëmendje. Edhe nëse keni dëgjuar disa herë, dëgjoni dhe përsëritni këto terme dhe këto çështje, për shkak se këto janë kusht me hyrje në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Me qenë si janë kusht, është punë shumë e madhe. Një defekt i vogël, një problem i vogël, kushton me zjarr xhenemit, a dini. Abdesi është kusht, apo? Po një pa kujdesi në abdes, s'ki abdes. Mos me elan një krah, s'ki abdes. Mos me elan një këmbë, s'ki abdes. Bani këtë kushtet, këtë komplet. Veç një në këmbë mos e lan, s'ki abdes. Dhe rjedhimisht nuk ki namaz. E kur s'ki namaz, nuk ki fe.
ke dalë prej feje, Allah në arrujt. A kuptojmë sa rëndësishme? Tha tagut do me thonë, gjithë qka me të cilën robi e kalon kufinin në adhurim, në pasim, apo në nënshtrim. Pra adhuron dika tjetër pas Allahut, apo i nënshtroj dikuj tjetër pas Allahut në diçka që s'ka drejt përveç Allahut me nënshtru, apo pason dikan pas Allahut në diçka që s'ka drejt me e pasu përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot Ibn Qayyimi, Allahu e mëshiroft. Tagutu kulli qaumin man yatahakamuna ilayhi ghayra Allahi wa rasulih. Tagut i çdo populli është ai tek të cilët njerëzit shkojnë dhe arbitrohen dhe gjykohen në problemet që ata i kanë. Allah thënë Kur'an, فَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Në gjithçka që ju keni paqartësi, probleme, ka ca fytye, gjykimi aty problemit tuaj, vendimi, zgjedhja e problemit tuaj është te Allahu subhanahu wa taala. Dhe në moment kur njerëzit problemin e tyre mundohen ta zgjedhin jo te Allahu, por te dikush tjetër, thot Ibn Qayyimi, ky është taguti. Ky është taguti. Dhe çka tham? Mohimi i tagutit është kusht. Në qoftë se nuk e mohojmë tagutin, se kemi besuar Allahun xhela xhelaluhu. Fa tagutu kulli qaumin man yatahakamuna ilayhi ghayra Allahi wa rasulih. Taguti çdo populli është ai tek i cili njerëzit shkojnë gjykohen pas Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose e adhurojnë atë, ose e pasojnë atë pas ditërisë Allahut subhanahu wa taala. Kjo është taguti. Çdo sistem, qoftë ai demokratik, qoftë ajo komunist, qoftë ajo kanun, çka do qoftë ajo, është tagut. Dhe qëndrimi besimtarit karshi këtyre sistemeve dhe karshi këtyre tagutave duhet me qenë mohimi i tyre, distancimi prej tyre, urrejtja e tyre, armiqësimi i tyre dhe tekfiri i tyre. Ky duhet me qenë qëndrimi i besimtarit karshi tagutave. Thot Imamul Muhaddithin, të kohrave të mëvonshme, pothuajse të kohëve bashkëkohore, Ahmed Shakir, Allahu më shiroft. هذه القوانين التي فرض على المسلمين أعداء الإسلام سافر العداوة هي في الحقيقة دين آخر جعلها دينا للمسلمين بدلا من دين النقي السامي. Thot Ahmed Shakir, Allahu më shiroft, imam i muhadithave bashkohore. Thot kushtetutat bashkohore të cilat pasimin e të cilave jo besimtarët, armiqtë e islamit ja kanë bë obligim muslimanëve me i pasue, këto kushtetuta në realitet janë një fe tjetër, jashta fesë islame, të cilën fe armiqt e islamit me armiqësi të hapur kundër islamit dhe muslimanëve, ja kanë vendos muslimanëve si zëvendësim i fesë së pastër e zbritur nga ana Allah subhanahu wa taala. Këto kushtetuta, të cilët armiqtë e islamit ja kanë bë obligim muslimanëve me i pasu, në realitet janë një fe tjetër. Demokracia është një fe. Qysh është islami fe, din, demokracia është fe, din. Komunizmi ka qenë fe.
Kushtetuta e Gjingis Khanit ka qenë fe. Kanuni i Lek Dugaxhinit ka qenë fe. Adetet dhe zakonet e popujve në vendet të ndryshme, në bazë të cilave ata jetojnë jetën, janë fe tjetër. Demokracinë muslimani duhet me mohue, duhet me armiqësue, duhet me i bot të këfir demokratët, duhet mu largu për demokratëve, duhet mu distancue. Dhe kjo është kusht për me qenë musliman. Qysh me një vakt, ata të cilët kanë qenë në partinë e Titos dhe Enverit kanë qenë qafira, sot njëjtë edhe ata të cilët janë në partitë e ndryshme bashkohore, edhe ata janë qafira. Pa pikë ndarje. Në qoftë se ata që kanë pas në të kaluarën libres të kuqe kanë qenë shpion, edhe këto që kanë libreza me ngjyra të ndryshme, leraman, edhe këto janë shpiona. Në qoftë se ata kanë qenë punëtor të shkijeve, punëtor të jehudëve dhe krishterëve, edhe këta të zamanit ton janë të njëjtit, veç emrat i kanë ndryshe. Kurse roli i tyre është i njëjti. Këtë nuk janë duke thonë unë. Këtë janë duke thonë dietar. Dhe jo çfarë do dietar? Dietar të rangut më të lartë të dietarëve. Thotë Said Kutbi, Allahu e mëshiroftë. Inna alladhi ya'nina huwa taqriru haqiqati ad-din alladhi fihi an-nasu al-yawm. Thot ajo çka neve sot na intereson, ajo çka neve na intereson më shumti është shqyrtimi dhe shikimi në realitetin e fesë të cilën janë sot njerëzit. Kjo nuk është fjala ime, edhe një herë. Kjo nuk është fjala ime. Said Kutbi thot, ajo çka neve na intereson është ta këshyrim, ta shqyrtojmë realitetin, jo muhabetin, realitetin e fesë në të cilën sot janë njerëzit. Pastaj thot, innehu lejse din Allahi qat'a. Kjo, pa pik dyshimi, nuk o feja Allahit. Realiteti i fesë të cilën sot janë njerëzit, nuk është feja Allahit. Thot, qat'a, kjo është e prejme. Pse? Thot, fedinullahi hua nidhamuhu e shar'u. Feja Allahut është sistemi Allahu dhe ligji Allahut. Kjo feja. Feja e Allahut është sistemi Allahut. Feja Allahut është ligji Allahut. Wifqa nususi shar'iyyati s-sariha, të cilat janë në përputhshmëri me tekstet të qarta shariatike. Faman kana fi nidhami Allahi wa shar'i fa huwa fi dinillah. Ai i cili është në sistemin e Allahut, ai i cili punon dhe është dhe vepron për sistemin e Allahut dhe për ligjin e Allahut, që ky njeri është në fenë e Allahut. Ai i cili është në sistemin e mbretit, apo qeverisë, apo vendit prej vendeve, punon dhe vepron për sistemin e mbretit dhe për ligjin e mbretit, ky njeri është në fenë e mbretit, nuk është në fenë e Allahut, dhe në këtë çështje nuk ka polemik. Dhe në këtë çështje nuk ka polemik. Pra, Islami me një anë si sistem dhe ligj dhe kanunet dhe sisteme tjera në anën tjetër, me lloj-llojshmërinë e tyre, me ngjyra të shumta, me një anë tjetër, janë armiqtë e një tjetrit. Nuk ka mundësi njeriu të njëjtën kohë të vepron për avancimin e ligjit të Allahut dhe të njëjtën kohë të punon dhe vepron për avancimin e ligjit të mbretit dhe tagutit. S'ka mundësi. Nuk ka mundësi. Është e papranuar prej tij. Është jo legjitime te Allahu. Mirë po na duke fol për fenë e Allahut, për islamin i cili zbriti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, jo islamin të cilën e pretendojnë sot njerëzit.
sipas qefeve, zakoneve dhe adeteve të tyre. Islamin i cili tek shqiptarët, Islami i cili nuk vjen kundërshtim me zakonet e shqiptarëve. Kështu Islami dojnë. Tek bosnjakët, Islami i cili nuk vjen kundërshtim me zakonet e bosnjakëve. Tek gjermanët, Islami që nuk vjen kundërshtim me zakonet edhe adetet e gjermanëve dhe popujve të ndryshme. Atëherë, kjo gjithçka mundet me qenë, ama Islam i Allahut nuk mundet me qenë. Ama fe e Allahut nuk mundet me qenë. Argument, pse, si? Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, Allahu më shiroft. Fal Islamu yatadammanu al-istislama lillahi wahdah. Islami ngërthen, ka për qëllim dorëzimin vetëm ndaj Allahut. Pra më ju dorëzu kujna? Allahut. Veç Allahut çka thot. Veç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot. Kjo është Islami. Islam, çka thojnë të devijuarit sot? Islami është paqë. Po çfarë paqeve? Ku e keni pa me këtë paqë në Islam? Po kush u udhëheqi me luftën e Bedrit? Pejgamberi alayhis salam. Po luftën e Uhudit? Po pejgamberi alayhis salam. Po luftën e Hendekit? Po pejgamberi alayhis salam. Po ekspeditën e Tebukit? Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse po i hipni fotografi tjetër dinit Allahut subhanahu wa taala? Islami ka momente dhe çaste kur ban paqë, kur ban marrëveshje me qafirat. Ama nuk është vetëm kështu. Nuk është vetëm kështu. Islami do me thonë, mi u dorëzu Kur'anit dhe Sunetit. Mi u dorëzu. Çka tha Allah në Kur'an? Dikush më thotë, ama kjo fjala Ibn Taymijës nuk është fjala e Allahut. Argument pi Kur'anit dhe Sunetit. Tha Allah në Kur'an. Argumentim për këtë çka thot Sheikhul Islam Ibn Taymijah, Allah më shiroft. Se Islami don me thonë dorëzim vetëm ndaj Allahut. Respektim vetëm për Allahun dhe për kanë tjetër. Respekt për dikan çose është për dushmërinë fjalën e Allahut. Çose është kundërshtim fjalën e Allahut. S'ka ndonjë ndaj tyre. Tha Allahu: "Ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Nuk i takon besimtarit dhe nuk i takon besimtares, pra s'kan drejt, që në çështjet të cilat ka vendos Allahu diçka, ata të kenë zgjedhje. Të më thonë, që të më thonë dorëzimi, kur thoja Allahu diçka ti s'ki zgjedhje, ama kada se unë menoj ndryshe. S'ka ti me, që ose do më konë musliman, normal. Kush do me qenë musliman? Me sistemin e Allahu xhelalu. Dorëzim ndaj Allahut. Respektim vetëm për Allahun xhelalu. Nuk i takon besimtarit dhe besimtares në diçka që vendos Allahu, ata të kenë zgjedhje në çështjet e tyre. Pra kjo meselë është e prejme. Islami do me thonë, el istislamu lillah, dorëzim ndaj Allahut dhe vetëm ndaj Allahut subhanahu wa taala. Thot: "Faman istaslama lahu wa li ghayrihi kana mushrika." Ai i cili i dorëzohet Allahut dhe bashkë me Allahun dikujt tjetër, ai është mushrik. Hoxhallarët, disa prej tyre, mbajnë ligjerata për proklamimin, propagandimin për Islamin, në për xhamie, seminare, libra, kuj diçka, dhe të njëjtën kohë, për fat të keq, dhe të njëjtën kohë deklarohen se na punojmë dhe veprojmë për avancimin e demokracisë në vendin tonë dhe na i kena pranu këto rregullat të lojës. Këto lloj hoxhallarëve janë mushrikun, me fjalën e Ibn Taymijës. Ai i cili dorëzohet Allahut dhe bashkë me Allahun dikujt tjetër posa Allahut, thotë të tillët janë mushrik. Ai i cili refuzon të nënshtrohet Allahut, të dorëzohet Allahut, thotë ky është krye lart ndaj adhurimit të Allahut subhanahu wa taala. Thotë edhe mushriku,
edhe krijelarti në adhurim ndaj Allahut, të dytë janë qafira. Të dytë janë qafira, nuk janë musliman. A ka mundësi shu, veç me menu pak, me kokë të ftoft. A ka mundësi në prezencë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me i thonë pejgamberit sallallahu, na kena me munue edhe me përhap sistemin e Allahut, shpallën, Kur'anin dhe Sunetin, ama të njëjtën kohë kena me punue edhe përhapjen e fesë së Kurejshve, për shkak se na jena në Mekë edhe jena në Zot tash. A e pranon këta logjika, e pranon këta? A kish me e pranu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kështu? Me i thonë na edhe fejnë tane, mirë po edhe fejnë e Kurejshve, kena me e përhap, kena me punue, për shkak se gjendën e kena ashtu. Ata e patën gjendën e rranë, ama vdiqën. Dikush u torturu, dikush ra shehet, dikush u dëbu prej vendit, dikan e burgosën, ama nuk pranun me vepru dhe me punu për avancimin e fejsë së Kurejshve. Për kundrazi, ata banën propagandë kundër fejsë së tyre, dhe për shkak kësaj propagande kundër fejsë dhe kotësisë së fejsë së tyre, ata u torturun, ata u vran, ata u burgosën, ata u dëbun për shkak kësajna. Jo për diçka tjetër. Kish pas hesh pejgamberi alayhis salam, çysh janë duke hesh shumë veta sot. Çysh janë duke hesh shumë për fat të keq. Kish pas hesh pejgamberi alayhis salam, mos kish pas fol kundër adhurimit të idhujve, të Kurejshve në atë kohë, s'kishin me nguc, as kishin me dëbue, as kishin me i vra, as kishin me i torturu, kur gjatë kishin me i vra. Mos me ja u pas ndjerën pa kotësir e fejsë të tyre. Një islam që nuk i demaskon ata e dojnë. Një kësëlloj islami ata e dojnë, qafirat që islami dojnë, që nuk janë ndjerën pa të keqen e tyre, që nuk i demaskon ata. Ama në moment që islami është demaskues, a ky islam është islami pejgamberit alayhis salam, se i ka demasku, u a ka nxjerr maska qafirave, u a ka nxjerr maskat e kotësisë së fesë së tyre, dhe adhurimi që i kanë bërë duke i pas Allah subhanahu wa taala, dhe shirku që kanë bërë Allah subhanahu wa taala, për këtë shkak janë torturuar, për këtë shkak janë vrarë. E si ka mundësi sot me pretendu njëri prej neve islam, dhe të njëjtën kohë me pretendue edhe demokracinë. Pse në kohën e Titos ka qenë e papranueshme me qenë edhe thirrs islam edhe thirrs në partinë e Titës? Pse ka qenë e papranueshme? E sot në demokraci është e pranueshme? A nuk ka padrejtësi kjo? A nuk ka zullum kjo? A nuk është kjo errësi mbi errësira? Pse në kohën e Enverit ka qenë e palejueshme, ka qenë jo legjitime, ka qenë e papranueshme, që të njëjtën kohë njeriu të punon edhe për islam, edhe për komunizmin, e sot është e pranueshme punue edhe për islam edhe për demokracinë, sa që del një prej tyre, një prej më të këqive të tyre, e i thot nanës e ti, ajde nanë se tash na me sistemin demokratik, qysh kena me bëj zgjedhjen tash. A tjetër kohë, hatim xhami ma dersma. Sistemi demokratik është për qafirat, për muslimanët është sistemi i Allahut, ligji i Allahut xhel xhelaluhu. Ai që don me zgjedh punë me sistemin demokratik, ai është kafir, është mushrik, është murted, ka dalë pi fejs Allah subhanahu wa taala. Dhe kjo është realiteti, sot thot Said Kutbi, kjo është realiteti i njerëzve sot. Për fat të keq. Për fat të keq, a kjo është prej kushteve të fejs Allahut subhanahu wa taala. Thot فالاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده فليس موحد من يطيع الله ثم يطيع معه غيره في خلاف طاعة الله بل هذا شرك أكبر. Thot Ibn Taymija Allah më shëroft. Thot dhe Islami ndër vete ngërthen adhurimin e Allahut të vetëm dhe nënshtrimin vetëm ndaj Allahut, dhe nuk ka mundësi njeriu me qenë muahid, besimtar, në qoftë se ai i nënshtrohet edhe Allahut, edhe dikujt tjetër posa Allahut, në diçka që është kundërshtim me fenë e Allahut subhanahu wa taala, dhe me vërtet kjo çështje është prej shirkut të madh. E Allahu çfarë thon Kur'an? Inna Allaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah nuk fal me u bë shirk, dhe Allah fal gjithçka në kategori më pas se shirku prej mëkateve.
ama shirkun nuk e falë Allahu subhanahu wa taala. Besimi në Allahun, për me qenë njeriu besimtar musliman, besimi është fjalë dhe vepër. Besimi në Allahun është bindje me zemër, është fjalë me gjuhë dhe është vepër me gjymtyr. Njëjtë edhe kufri, mundet me qenë kufër veç me zemër. Munafikat mundet me qenë kufër me thonë diçka prej kufrit dhe prej feje, me sha Allahun, e ki thonë, dhe mundet me qenë me gjymtyr. Dhe mundet me qenë me gjymtyr. Tash edhe pak janë zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Mesazh për ju dhe për gjithë ata. Me pas kujdes për këtij kufri. Distanconi për këtij taguti. Për shkak se vallahi nuk ju bën dobi kërkush. Vallahi fetfaja e të devijumve s'kam ju bë dobi para Allahu xhel xelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hypi me një kodër në Mekë dhe i thiri me kelit. I thiri Kurejsht dhe ju drejtu të gjithve dhe i tha migjës vetë, ja Abbas, o Abbas, migja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shpëtoje vetën se s'muj me të mbrojta Allahu xhel xelaluhu. Ju kthy çikës vet Fatimës dhe i tha, oj Fatime, bia Muhammedit, shpëtoje vetën tënde, se nuk muj me të ndihmu nesër para Allahut subhanahu wa taala. Nesër fetfat e të devijumve s'kan me ndihmu kërkujna. Mos mendoje dikush me dalë te Allahu me pretendimin se më ka dhënë fetfa filani dhe alani. Kemi mbajt disa hutbe, kemi mbajt disa ligjerata, kemi bërë disa artile për mallkim. Asnjëherë nuk janë përgjigj. Le të dëshmojnë se janë gënjeshtar. Le të dëshmojnë se janë gënjeshtar. Zgjedhjet demokratike janë vepër e kufrit, janë vepër e shirkut. Kush do që merr pjesë në zgjedhje i ka bërë shirk Allah subhanahu taala. Për shkak se me dorën e tij e ka zgjedh një ligjvënës. Deputetët të cilët zgjidhen nëpër kuvendet bashkëkohore janë ligjvënës. E ligjvënia është një specifike e Allahut. Në moment kur njeriu diçka e cila i takon vetëm Allahut i ja përkatson, apo i ja jep dikujt tjetër pas Allahut, i ka bërë shirk të madh Allahu xhel xelaluhu. E Allah nuk e fal shirkun. Allah tha në Kur'an, Ala lahul khalqu wal amr. Me të vërtet, Allahut i takon krijimi dhe vendimi. Ai i vendos çka është halal dhe çka është haram. Ai i vendos çka është e lejuar dhe çka është e ndaluar. Allahu është ai që vendos për neve. Dhe në moment që njeriu refuzon të vepron me ligjin e Allahut dhe zgjedh ligjvënës tjerë pos Allahut subhanahu taala, këtë mënyrë ka bërë shirk Allahut subhanahu taala. Dhe kjo nuk është fjala ime, edhe përsëritem. Kjo është fjala e dietarëve të muslimanëve. I ka bërë shirk Allahut subhanahu taala. Për shkak se të njëjtit ata janë deputetët të cilët bëjnë ligj atje. Kur ta vendosin ligjin e kodit familjar që është duke u përfol shumë atje, mos dalin nesër me thonë najna kundër. Jo. Era me durët e juve keni vendosur atë ligj. Me durët e juve keni miratuar atë ligj. Se i keni zgjedh ata me ju udhëheq. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përderisa ishte në Mekë, abstenoi që të përfshihet në sistemin e tyre. Bani thirrje rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Bani thirrje që me adhuru vetëm Allahun, mos mi bë shirk Allahut subhanahu wa taala. Votimet si votime janë mjet, nuk janë qëllim në vete. Janë mjet. Nëpërmjet votimeve arrihet dikun. Në qoftë se nëpërmjet votimeve është për qëllim arritja tek diçka e cila është legjitime sheriatikisht, votimet janë të lejuara. Në qoftë se me votim e kemi për qëllim me arrit dikun që është legjitime sheriatikisht, këto votime janë të lejuara. Për shembull, do na marr pjesë në udhtim apo bëjna votime kanë me zgjedh e mirë të udhtimit. Kjo është një vepër arritje, një vepër legjitime sheriatikisht. Ka thonë pejgamberi me bë e mirë gjatë udhtimit. E zgjedhim njërin e mirë, dikush është për filan, dikush për filanin, nuk është problem. Dojna me zgjedh një pastrues në xhami. Votojna, dikush për filan, dikush për filanin. Nuk është problem.
se është legjitime sheriatikisht, ose është urdhër, ose është mustahab, ose është diçka lejuar, nuk është problem me zgjedh. Mirë po, në qoftë se nëpërmjet zgjedhjeve, nëpërmjet votimeve, qëllimi është të arrihet në diçka që është e ndaluar sheriatikisht, është e ndaluar sheriatikisht, atëherë këto votime janë të ndaluara. Dhe rrjedhimisht themi se votimet demokratike janë të ndaluara. Pse? Për shkak se për qëllim është zgjedhja e ligjvënësve. Për shkak se për qëllim është zgjedhja e qeverive dhe ministrat të cilët kanë me gjiku jo me ligjin e Allahut. Dhe kjo është prej kufrit dhe shirkut të madh që e ndjen njeriu prej fesë së Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun që Allah të ruaj musliman prej kufrit dhe shirkut. Elusim Allahun që Allah na mundson të kuptojmë fenë si duhet. Elusim Allahun xhela xhelalu që Allah të na forcon kont në rrugën e tij. Na mundson Allahu xhela xhelalu të vdesim duke qenë krenar me fenë dhe shariatin dhe ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Na mundson Allahu me vdek duke qenë deri në pikën e fundit armiq më të mëdhtë të gjitha ligjeve dhe sistemeve pas ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.